E pas kësaj kënge, ne uroj që të vazhdojmë me lojme dhe me këtë disponim, me lojme të mira, në fakt edhe me bisedën cilën do të zhvillojmë, por pavarësisht kësaj dihet që është situata dhe në Kosovë dhe situata me mjedisi në fakt në Kosovë dhe pikërisht për këtë do të flasim, e qënë se edhe sot shënohet dita botërore e tokës, e po shënohen edhe aktivitetet të shumta në Kosovë, duke filluar qysh nga fillimi i javës në fakt, më herët bashkë edhe me ne, pra në emisionin sot, Irza zhvilloj një bisedë edhe bashkë me Milot Hasimian, i cili të regoj pra dhe për lagjën në të cilën kam pastruar në krye qytet, por në anën tjetër duke të reguar edhe për aksionet të cilat do të vazhdojnë. E të regoj që kanë gjetë mbeturina nga më të çuditshmet, këta dy shekët tashmë jenë bët për ditëshëm që po i shohim, më duket se edhe kemi fillu me mësu me këto, po tash vazhdojmë edhe me bisedën cilën e kemi bashkë me Egzona Shala Kadiu, që është drejtoreshe organizatës EKOZ, një organizatë cila mundohet që t'i jep zë në fakt mjedisit edhe tokës, duke filluar dhe duke lobuar qysh prej mbrojtjes dhe ruajtjes tokës, po ashtu edhe lumenjve, ujrave, krejt gjithçka në përgjithësi, e ta shohim se çka do të jetë aktiviteti i kësaj radhe dhe i kësaj dite. Mirëmëngjesi Egzon, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjesi Agnes, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kemi këto. Përndryshe edhe një foto shumë të bukur e pas ke Egzon nga mbrapa, tokën uroj që ta ruajmë kështu, qysh po e mbaj, po se di qysh po duket, në çfarë gjendje është Kosova në këtë datë 22 prill, qysh po e gjen Kosovën dita e tokës? Fatkeqësisht jo me vëmendjen e veçantë që do duhet ta kishte, por edhe jo me vëmendjen ndoshta vigjilente, ashtu me kujdesin ndaj saj, se e përcjella që bisedën me Milotin edhe me të vërtetë është shqetësuese që përgjegjësia e mjedisit i barra i takon qytetarit. Në përgjithësi kemi tashmë ndoshta një grup të ndarë të individëve ku 98% e tyre, sipas mendimit tim, kuptohet janë ndotësi, ndërkaq 2% janë ata që provojnë ta mbulojnë apo ta grumbullojnë edhe ta largojnë ndotjen nga këta 98%. Dita e tokës është kriju në 1970-at me vetë faktin që sa ma shumë ta kemi sensin për tokën, sensibilizimin për resurset natyrore që na ofron toka, se shpesh i harrojmë që në tokë gjendet burimet e ujit, lumenjet, liçenjt që janë të domosdoshëm për jetën e njerit, po ashtu toka na jep edhe bimët që na sigurojnë ajrin, ambientin për me jetu, hapësirën tonë për me zhvillu jetën e mirëshen si qenje njerëzore, po na jep edhe begatit e tjera nga kafshët të cilat jetojnë në tokë, që na si njerëz obligohemi apo varemi qoftë prej asaj më të voglës bletës për polenizimin edhe për ushqim deri tek kafshët e tjera të cilat janë të nevojshme për ushqimin tonë. Kosovën, fatkeqësisht me vetë faktin që në momentin e parë që zbret prej aeroplanit, paraqitja e parë e shtetit është në Beturina, kontakti i parë i çdo individi që e ka, për thëmë qoftë ai turist apo ai që jeton në Kosovë, është situatat në të cilën tregohet një lloj i mos respektimi i shtetit si tansi, po mbi të gjitha është edhe mos respektimi i natyres apo i vendit ku na jetojmë, ndërka që njëjti individ që vjen me një aeroplan me një vizit, kur hen në për shtëpitë tona nuk mundet me gjetë as një kokër pluhën. Edhe këtu dua të ndalem me Egzon, sepse ndoshta 20 vjet më parë nuk ka pas studime kaq shumë, pas sa kohësh mundet me u shpërbët diçka ose me u zhdukur nga toka një mbeturinë e caktuar, por që jemi rrit duke mos guxuar me hudh asnjë mbeturinë, nuk po flasim veç në shtëpi edhe në oborret tona, po tutje duke na kritiku fillimisht prindërit, gjyshërit, familjarët, ndoshta edhe prej frikës së tyre je edukuar në asnjë lloj forme që nuk bën me e hudh, për shkak se veç ndotët, kështu ndotët si pamje ambiente. Ndërsa tash çka ka ndodhur? Ka kaq shumë hulumtime, kaq shumë studime që tregojnë se çka ndodh veç me një letër, çka ndodh veç me një plastik, çka ndodh me konzerva të caktuara, me mbetje dhe me materiale të ndryshme, madje edhe për rrobat tregohet sa
ku duhet në fakte që janë si ndot si të më të mëdhej ndoshta tash në planet, edhe pavarësisht kësaj, pavarësisht informatave që i kemi, na vazhdojmë edhe hudhim veturina, hudhim dyshek. E bo besoj që një fëmijë nuk mundet me hudh ato, së shumë i rëndë, edhe shkojmë na e lojmë atë tek bërlogët e kontenjerët. Nështë me krasu me fëmijët janë ata që kritikojnë gjestet e të rritënve, po në shumicën e rasteve kemi, se puna jonë është edhe orientume me trajnimet apo specializimin e fëmijëve për ndryshimet klimatike për mbrojtjet mjedisit, edhe shumë herë i motivojmë që me përdor ma shumë autobusin, bicikletën, ecjen. Mjedisi ka të bëj pak me shprehite tona të përditshme që na i bojmë. I përmende ato për mos me hudh, që ato kanë qenë shprehit se na jetojmë çdo ditë, është një shprehit e cilën e krijojmë në baza ditore dhe mandej nëse unë e bëj qatë shprehi, jetoj me një grup të njerëzve, ata e kopjojnë, mandej zgjerohet kjo iniciativa, apo ta them kjo mënyra e jetës. E kundërta është e fëmijët që gjithmonë janë anku që sa do që na po dojmë shku në autobus, mami ose babi po merr me kerse, ma lehtë. Mjedisi e vërtet është që nuk është një zgjidhje e lehtë, po është një zgjidhje e qëndrueshme dhe e gjatë për ta në kohën tonë. E mora shembull këtë me shtëpiat me krahasu, se tashmë edhe me studimet edhe me gjitha këto, mundeni me imagjinu që çdo gjë prej momentit që kena lind, që e kena ble prej beberonit apo cuslës që i thojmë në fjalore në zhargonin tonë, prej atij produkti deri te kjo rrobë që unë kam sot vesh ekziston në planet. Vetëm të mijat munden me qenë qindra mira, ndërka që në 8.3 miliard banor, se cili prej nesh i ka mbetjet në një hapësirë të caktuar në planet, ose në oqeane, ose janë diku në për deponi të caktuar në për hapësira, po zhdukja e tyre kërkon një afat kohor shumë të gjatë që jeta e njerit nuk e ka, nuk e përballon. E kjo ndoshta kur të bjen në krahasim me faktin që hudhja e tyre, unë nuk e besoj që është një zbulim shkencor që mbeturina duhet gjuhet në vendin e caktuar në kontinjer. Kjo është shprehja ma e thjeshtë që sa herë më pyesin a kanë vedije qytetarët, unë e besoj që secili qytetar e din që jogjet, kauçat, shtretrit nuk i takojnë afër kontinjerave, po në anën tjetër kemi edhe mos zbatim të ligjit. Edukimi nuk do me thonë veç me vullnet të mirë. Në shkollë nëse nuk kena mësu mirë, na kanë jep vretjet, na kanë thirr prindin, na kanë ul notën, disiplinën, mandej këto metodat janë që në një formë edukohesh. E nuk po ndodhen njëjta te aspekti i mjedisit, edhe disa ditë më parë patëm edhe takim edhe me kryetarët e komunave, ndërta edhe kryetarin e kryeqytetit, ku e diskutova edhe shumë thjesht rastin neve na duhen shembuj edhe raste të gjobitjes konkrete, që me qenë një lloj i shembullit për qytetarët e tjerë. Nuk është ndoshta zgjidhja adekuate, qytetari del mbledh kompania e pastrimit, mbledh ekstra kompanitë e mëdha mbeturinën, sepse krijohet shprehja që te qytetarët e tjerë te 98% ka kush i mbledh. Apet shprehja përsëritet. Prap edhe pse është pastru mati, unë besoj që s'kam ju dash ma shumë se 3-4 ditë, edhe njëjta situatë ka me qenë, sepse nuk ka në gjëbitja, apo nuk ka në vigjilencë, tutje, bohet tinza, bohet mramjeve që ti nuk mund është me pa, edhe nuk i shembull që dikush është dënu, qoftë me një gjobë vlerë 1.000 euro, që për një me i djegë dhe me ndonë paraprakisht para se me hudh, apo shërbime sociale, apo një paraburgim, lloje të tilla, sepse jemi të bisedu për një të ardhme tonën që varemi prej saj. Në fakt me ligj ekziston, vetëm nuk zbatohet. Fakt, po, ka legjislacion, ka rregullore, e vetmja që duhet është një bashkëpunim edhe me policin, po komuna
punat janë përgjegjëse dhe duhen inspektorat të dalin në teren. Biles sa dhe që t'inglan nështë absurde, njona prej propozimeve tona është që inspektorat të kjenë, ma dje dhe sigur se në vendet si Londra, qofte dhe me kuaj të bojnë një lloj të vëzhgimit në situata se... Edhe pse në lagjët ashtë në Prishtinë, sidomos në plot vendet tjera ekzistojnë policë të lagjës, apo jo? E që ata mundën me lujt në ato raste atë? Absolut. Vetëm ju vy një lloj fuqizimit, një marrëveshje me komunën, një forcim edhe me marrë ma seriozisht këtë situatë. Na jem të e bo identifikimin e deponive ilegale në për Kosovë, e kemi bo bashkë me një vullnetar nga Korpusi i Paqes i cili ka ardhur nga Amerika për me na ndihmu, edhe është shumë e dhëmshme që u dashni ja tregu Kosovën me një perspektivë të mbeturinave dhe nuk ka qytet, fshat apo hapësirë që i kena shkel që nuk kena gjetë të paktën një deponi e cila është e krijuar nga vetë qytetarët, madje edhe ata vetë janë të irrituar prej kësaj konsiderate, po që në anën tjetër po provojmë që ta ngrisim këtë vedije, njëna ndër mënyrat është që edhe qytetarët të afrojnë me natyren. Pe harrojnë pak këtë qasjen për me dalë në natyrë, e ndoshta edhe kjo shkputja nga natyra, banes, shpe, ose punë, hapësirë, me vetur, nuk pe kanë kontaktin me natyren, ndoshta po besojmë që sa ma shumë që ekspozohen me natyrë, se një pyetje që kemi bo të fëmijët kanë dalë basë përgjigjeve që një hera po heq nuk shkojnë mrena vitit në mal. E që po flasë për fëmijët e kryeqytetit që me të vërtet zgjidhja kryesore kur i hepim në obligim për me bona i detyra në i diçka është Albi Mallës e Prishtina Mallës se janë të prirur për me shku në hapësira të mbyllura në të cilat janë shpërqendruese, ndërkaq rëndësia e natyres për njerin është e pak kontestueshme dhe është shnet ma e mirë, ma pak smundje, ma pak astmën, ma pak bronhiti, ma pak gripat e caktum, sepse na jena të krijuar për me qëndru në natyrë tash. Evolucioni është tjetër që na ka shti në hapësira të brendshme, po gjithmonë nuk e di që kom pa në njeri nervoz në mal, që mundet mu krahasu. Ashtu kur jemi nervoz në ato me dojnë me hitë, që e vërtet. Mundet që përimet e hitë që tani nuk jemi keq, dhe bën mirë për shëndetin edhe largojmë nervozën. Jemi të prirur dëgjimat e zëgjve hercat të cilët na jepin, ata zjarrin me ndezë është një ndër aktivitetet ma tjeshta që mundet me bo, po që krijanë si një lloj meditimi apo terapi për njerin, e s'po flas për benefitet shëndetësore, mushkrit, pastrimin e gjitha këto. Kështu që po kaloj ndoshta te ajo ndërlidhja e tokës, sepse sot po provojmë që ti dërgojmë sa ma shumë qytetarë që ta vizitojnë sharrin, është pak krahasim me pjesë të qytetit ku jemi tani, se atje për momentin hala ka borë, hala është temperaturë e ftoftë, edhe ajri në 1800 metra lartësi është ma i freskët, ma i fort, edhe që kemi një numër për qudi mbi 30-20 persona që kanë shprej gatishmërinë, po mu bashkan gjitë edhe që si pas tyre është aktivitet pak ma ndryshe për me shënu ditën e tokës, e që po shpresojmë që me qenë se i kemi të planifikume edhe gjatë muajit e qershorit dhe aktivitetet të hikingut me fëmijë, ky sot është pak ma shumë me të rritën që edhe na me testu situatën se Mali ka gjithmonë ato rregullat e veta, që qoftë për nga atmosfera, cilësia e ecjes e gjitha këto varen edhe nga kushtet që ai sot i vendos. Me ndërlidh me këtë, na vitin e kalum kemi organizu koncert në Bjesht e Sharrit, edhe në Prishtinë ka qenë 42 gradë, ndërka që atje na ka ra shi 2 herë mrena asaj periude, sepse Mali vendos rregullat e veta. Sot do t'jeni edhe ju me këta qytetar, me këta aktivist, dhe do të munduhen që me ngrit vëmendjen edhe vedien edhe komplet qytetarëve për në anën tjetër edhe të institucioneve, që me kthy
çdo herë në fakt vëmendjen jo vetëm në këtë ditë të caktuar drejt tokës edhe ruajtjes mjedisit. Po, na zakonisht aktivitetet i organizojmë edhe ditëve të tjera, po sot me qenë se është ditë e tokës, e di që edhe në Prishtinë ka edhe ministria, edhe organizata tjera, madje edhe institucionet e tjera, shkollat organizojnë sot në shënimin e saj, kryesisht me mbjellje, që është njënë ndër aktivitetet apo veprat ma të vogla, ma thjeshta që çdo qytetar mundet mi bo, po që e siguron një cilësi të ajrit ma të mirë për gjeneratat e reja, sepse një dru që na e mbjellim sot nuk është me patjetër që mrina me shiju, po gjithmonë në mjedis na punojmë për gjeneratat që vinë, se realisht është koncepti që na jem të e huazu këtë hapësirë të tokës, këtë hapësirë të kohës në këtë planet, nga gjeneratat të cilat vinë, njëjtë sikur se prindët tanë që e kanë huazu nga ne. E është shumë e rëndësishme ta dim se çka po lojmë për gjeneratat që vinë. Ecja ka me qenë pak sfiduse, në sensin që kemi mbi një orë ecje, edhe do të arrim tek njëna prej pikave marrëse të hidrocentralit, ku fatkeqësisht e kemi pa që edhe në këtë periudhë të dimrit, edhe pse ka shkrirje të borës edhe sasi të ujit, me qenë se ajo pjesë e sharit me njëherë poshtë mas Brezovicës, mas qendrës së skijimit të Brezovicës, të ashtu quajtura pjesa e kontinierave, se nuk ka lokacione adekuate në përmal, gjithmonë po është e vështirë me përcaktu vendin. Aty do të jemi diku rreth orës 1, fillojmë poshtë tek pjesa e Brezovicës, e Hotel Brezovicës Etjen, deri atje lartë. Mu personalisht më ka ndodhur që me pa edhe drera gjatë ecjes aty, po shpresojmë që edhe sot kemi nështë mundësimi, po të pak të mi dëgju disa zëgjë të rallë që gjenden, kemi edhe profesor të fakultetit që kanë kriju mbi ta them 20 apo 30 studime për pjesën e sharit, e që kanë me na spjegu edhe për bimët, edhe për llojet gjatë kësaj ecjes, po ashtu kemi edhe fotografët si Ariani dhe ekipa e tij që kemi me provu përmes syrit të tyre, t'i shohim disa pamje të sharit pak ma ndryshe në këtë kalimin e stinës dimrit në pranverëse, din me qenë shumë i gjelbrum edhe shumë i bukur nështë kështu për sy. Po të njëjtën kohë edhe provojmë me ngrit vedijen që lumejt në përparqet kombëtare, lumejt të tanë duhet mu trajtu e jo me u vendos në gypa, se prej pikës ku do të zhvillohet hikingu janë mbi 5.000 metra lumë nër gypa, që është burim jetësor për gjithë ato organizma që jetojnë atje, se nuk janë kafsht qaq të menqura që me ditë me lëshu apo me nalë, po ju vynë burim i pastër i lumit për një nevojë individuale të një kompanis për prodhimin e energjisë që është e pamundun, se nuk ka sasi të mjaftueshme të ujit në atë hapësirë. Ta them për vendin tonë është 0.3% e energjisë që na e marrim, po për jetesën, për ekosistemin e sharit është kruciale edhe është e pa mohueshme fakti që gjitha ata organizma varen nga ai burim i ujit, pa hite pjesa e qytetarëve që detyrimisht e thejnë të drejtën hidrocentralet të drejtën në ujë të pastër. Këto tema po provojmë të shtjellojmë gjatë ecjes, gjatë bashkëbisedimit, edhe ta ngrisim pak nivelin e qytetarëve që ndoshta ta shohin pak me sy ku gjenden, çysh është situata. Dhe për nga afër edhe mirë që kemi fotograf pra atje të cilët marrin pjesë tash me këtë kohë dhe epokën digjitale. Fotografitë kanë edhe një lloj impakti dhe shumë rëndësi tek njerëzit, ndoshta edhe si ide se ku munden me qenë në një vikend të caktuar, e pastaj kur mbrin atë e shohin edhe ndryshon pak edhe mendime dhe perspektiva për cilën do pjesë të qoftë qytetit, qoftë edhe pjesë tjetër të Kosovës. Por nëse flasim për me dalë më larg, pse jo me i pa edhe këto? Absolut, është shumë fati mirë që Prishtina e ka gërmin, njënën prej hapësirave ose mushknitve të qytetit. E që vrejet nevoja për me dalë në gërmin, në fakt në vikend kjo dallohet dukshëm.
po, kolona hyrë se ta e jep një lloj të bindjes ashtu që kanë nevojë qytetarët, po edhe ditëve të tjera frekuentohet qoftë për ecje, qoftë për rekreacion, është nevoja e sfida më e madhe jona është me mbrojt qatë hapësirë, sepse kemi shumë raste, kemi shumë investitorë që dëshirojnë, nuk është pse na jemi kundër investimeve, po në sensin primare duhet jetë si hapësirë e gjelbër për qytetarët, si hapësirë rekreative, e në momentin që fillohet me një dru gradualisht ajo në shprehitet tona është e vërtetume si njerëz që nëse prejmë një dru mandej i vynë shumë pak kohë që të krijohet shprehia e prerjes të madhe dhe zhvillimit, sepse krijohet një lloj precedentit. Pse ky ka mujt, unë jo, mandej i avancohet e drejta çdo qytetarit për qasje të drejtë. E besojmë që e drejta në mjedis të pastër është njëna ndër të drejtat që e kena dhe në kushtetut me njenin 52 që është tash po provojmë me disa aktivitetet që me forcu ma shumë, që me sado që është e artikulume, kemi fillu një amandamentim të gjelbërt që potencialisht në kushtetut ta kemi ma specifike të drejten e mjedisit për çdo qytetar, që mandje edhe qytetarët kanë të drejt, të kenë të drejt të ankohen në përgjykata si individ për cënimin e të drejtës tyre në ajër, ujë edhe në mjedis të pastër. Dhe uroj që në fakt të konfirmohet apo të implementohet edhe ky amandament i cili mund të shtohet pastaj tutje edhe në kushtetut. Faleminderit tek zonë shumë për kohën, faleminderit për krejt informata cilat i këndohen në këtë ditë kaq të rëndësishme, edhe uroj që sot të paktën kemi përcjellë mesazhe edhe përmes kësaj interviste. Faleminderit për hapësirën që gjithmonë e gjeni për qytetarët të jenë sa më afër me mjedisin. Kënaqësi.